Plumba drejt automjetit dhe dhunimi një shtetasi që përfundoi në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Kjo është ngjarja që u shënua mbrëmjen e së shtunës në aksin rrugor që lidh Shkodrën me Hanin e Hotit në rreth rrotullimin e Koplikut. Policia ka identifikuar dhe vënë në pranga dy prej autorëve të dyshuar të sulmit ndaj shtetasit Edison Tirana, i cili u qellua me armë zjarri dhe u dhunua. Në pranga ran vëllezëri Gjovalin Xhekaj, 63 vjeç, dhe Pëllum Xhekaj, 51 vjeç, banues në Bajs të Malësisë së Madhe, ndërsa nipi i tyre 34 vjeçar Xhekaj u shpall në kërkim. Sipas hetimeve paraprake, dy të arrestuarit dyshohet se qelluan me armë zjarri drejt automjetit të 42 vjeçarit Tirana, banues në Trush të Njësisë Administrative të Bërdicës, dhe më pas e kanë goditur fizikisht. Konflikti, sipas deklarimeve të viktimës, ka nisur në doganën e Hanit të Hotit për shkak të një parakalimi mes dy automjeteve. Përplasja është përshkallëzuar gjatë rrugës, ndërsa mjetet kanë vijuar të parakalojnë njëra tjetrën, shoqëruar me debat verbal. Në afërsitë rreth rrotullimit Koplikut, dy vëllezëri Xhekaj dyshohet se kanë qelluar me pistolet në drejtim të automjetit tip Mercedes-Benz të drejtuar nga 42 vjeçari. Një prej plumbave ka goditur gomat e automjetit, duke bërë që shtetasi në fjalë të humbas kontrollin dhe të përplaset në bordurën e një karburanti. Pas aksidentit, ai ka tentuar të fshihet në një tokë aty pranë, por autorët e kanë ndjekur dhe e kanë goditur me sende të forta, duke i shkaktuar plagë në trup. Edison Tirana u paraqit rreth orës 19:30 në Spitalin e Shkodrës, ku mori ndihmën e parë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ai ka dhënë deklarimet në polici, duke sqaruar dinamikën e konfliktit që nisi për shkak të një parakalimi. Strukturat e policisë bën të mundur identifikimin e shpejtë personave të përfshirur, duke arrestuar dy prej tyre dhe shpallur në kërkim një të tretë. Si provë materiale është sekuestruar një armë zjarri tip pistolet dhe 4 automjete. Hetimet po vijojnë për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje të ndodhur mbrëmjen e 15 nëntorit.